800 miliard euro, zëti Pollumbi, janë shumë pak, është një shifre e madhe për të krijuar një aset, po themi, serios dhe të respektueshëm ushtarak të Europës? Është besoj shifër e konsiderueshme, por nuk është retorik e momentit, nuk është vendim që duhet me u marrë këtë me vëmend. Trumpi është showman dhe ne dhe gjithë 800 miliard që është i von der Leyenit, në farë von der Leyen e kuptoj, por thash nuk është e duhura, por nuk është në kohën dhe momentin e duhur. Sepse Trumpi ishte edhe përpara president dhe as nuk dolin nga NATO dhe ishte president i vetëm që nuk lejoj luftra. Trumpi nuk ka thënë ndonjëherë që do dal nga NATO-ja, që do la NATO-n. Trumpi i ka kërkuar Evropës pikërisht këtë që Evropa po e bën në kokën e vet dhe Evropa po hell lek. Ata lek që hell mund t'i hell te NATO-ja dhe siç e thatë edhe ju, aksi Amerik-Britani me fakte historike, ka shpëtu Evropën në gjitha luftrat. Ate, si mbas kësaj pikpame që thua ti, dhe edhin për diskutim, i bie që Europa tani, von der Leyen, francezët, ndoshta dhe gjermanët, më pak italianët, së mos anglezët dhe francezët, gjermanët akoma nuk janë shpërur plotësisht, ka kapur tani një lloj damari kundër Amerikës. Janë bërë anti-amerikan befas. Është kjo e mundur? Nuk po them që janë bërë. Jo, po kjo po thua. Jo, unë them që në fakt është e kundërta,